Jubi ka qëndruar besnik Lulzim Bashës, njeriu që ka zhgënjur një brezëtër politikanësh. Po kush tha që ka zhgënjur? Unë. Ka zhgënjur ty? Ti do thoshe kush je ti? Jo, unë jam një, shumë modest, një. Po. Tani. Se kjo është një pyetje shumë serioze për ta marrë. Kjo është pyetje madhështore. Kjo është një pyetje shumë serioze për ta hedhur kështu me të qeshur. Për sa kohë Lulzim Basha do vijoj betejën e tij politike për t'i dhënë fund tranzicionit 34 vjeçar në Shqipëri, për t'i dhënë mundësinë shqiptarëve të zgjedhin përtej Edi Ramës edhe Sali Berishës, për të vijuar betejën e tij për të drejtën e PD-s dhe Partisë Demokratike si një aset kombëtar dhe si një aleat e Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimit Evropian. Taulanta Jupi do vijoj të jetë në krah të Lulzim Bashës duke menduar dhe duke besuar që ne po bëjmë gjën e drejtë. Jo për vete, po për Shqipërinë. Pa ju mbet? Tani thash, kjo është një pyetje shumë serioze. Pa ju mbet më zoj, humbi 8 vjet, humbet prap tani. Për ta baltosur me fjalën humbje. Tani unë ta bëra më pyetje. Nëse ti thuaj baltosi, fjalën humbje, të lutem, më the pse i qëndrove. Pse i qëndrove? Tu nuk ke podcast yt, tu bën pyetjet e dura. Po pyetjet e dura do të përgjigjen. Unë po të përgjigjem pyetje. Më pyeteve pse i qëndrove besnike dhe ta dhash përgjigjen. E para që nuk është thjesht besnikëri ndaj emrit Lulzim Basha. Nuk kam unë kompleks, edhe të them që po jam besnike e tij në këtë moment sepse besoj që po bëjmë gjën e duhur, që prej 9 shtatorit e në vijim kur çështja me Partinë Demokratike që tashmë është publike, debati në Partinë Demokratike, betejë apo duash në Partinë Demokratike, shkoi ashtu siç shkoi, por e gjithë thelbi dhe themeli i saj ishte për ta mbajtur këtë Partinë Demokratike jo një pronë të një individi dhe të një familjeje, por aset të shqiptarëve. Kush i ka votat? Sali Berisha. Ku? Sigurisht. Ku i ka? Në PD. Ku i ka në PD? Po ti e pese si unë gjyros në zgjedhjet e 14 majit e gjithë Shqipëria nga fillimi në fund u bë çiklamin. Ku i ka votat? Në PD them. Ku i ka votat? Jo në Shqipëri. Po në cilën PD? Në PD-n që e ka rrudhur, në PD-n që e ka rrudhur kaq. E ka rrudhur se ka rrudhur. Në PD-n që e ka rrudhur. Basha humbi me sukses. Në PD-n që e ka rrudhur. Basha humbi me sukses. Sali Berisha, Partia Demokratike në fakt sot për fat keq ka hyrë në një betejë për të humbur. Ai që e manipuloi antarësinë dhe i tha që unë për 6 muaj do e rrëzoj Edi Ramën. Sepse fajin e ka se. Kujtoj, hapi foltoret edhe kujtoj. I gënjeu. Për 6 muaj. I gënjeu. Ai që e shiti Shkodrën. Që ta shitër Shkodrën. Si e shiti? E shitër Shkodrën. Po si e shiti? Bashkë, po, 26 mars i vitit 2022, kam qenë vet aty. 6 mars i vitit 2022 ishte një dakordsi për t'ja marrë dhe për t'ja dhënë kandidatit të... E ke fjalën për zgjedhjet e pjesme? Për zgjedhjet e pjesme dhe më vonë në zgjedhjet e majit, e 14... Do ta vërtetosh këtë? O zotri. Në e vërteto tani? Tani... Ju keni qenë deleguar në Shkodër? Tani ne shikoj. Po. Kam qenë jo deleguar, drejt për drejt, po kam punuar. E ke punuar, ti në staf. Dhe e kam parë, Po si e vërtetojnë që ka shitur, zonjë? Shiko, Shkodra mbas 34 viteve shkon edhe bëhet bastion i të majtës. Mbas 34 viteve. Absolutisht që po. Absolutisht që po. Shkodra është një krim zgjedhor. Megjithatë, nëse do vazhdojmë të diskutojmë fillimin e pyetjes, pse unë vijoj të qëndroj besnike jo Lulzim Bashës, po kauzës që na lidh, kauzës Lulzim Bashës? Kauzës që na lidh. Fundi i 34 viteve tranzicion, fundi i 34 viteve tranzicion, një alternativë re për qytetarët përtej Ramës edhe Berishës, të cilët do ta kenë në datën 11 maj aty si alternativë për ta votuar, fundi një tranzicioni të gjatë, mbrojtja e reformës në drejtësi, mbështetja ndaj spakut, dhënia e mundësisë së qytetarëve për të zgjedhur mbi një program alternativ që u jep zgjidhje problemeve të tyre. Kështu që kjo nuk lidhet vetëm me emrin Lulzim Basha, kjo lidhet me atë besim që un kam, që në këtë moment, këtu ku jam, me këta njerëz që jam, unë po bëj gjën e duhur. Dhe kjo kërkon mbi të gjitha guxim. Në 12 maj, se ju thatë që PD humbet, ç'do ndodh? Humbet PD, humbet opozita, prap Rama mandat e 4. Ç'do ndodh? Unë shpresoj shumë që qytetarët me gjithë, po themi, përpjekjet e jashtëzakonshme që janë bërë vitin e shkuar në 26 korrik,
ku Rama dhe Berisha dhe zgjatimet e tyre bashkuan votat për të mbyllur listat dhe për ta mbajtur dhe një herë të pandryshuar. Okej, pa më pyete. Tani përgjigjja nuk jepet po dhe jo, më lër ta shtjelloj zotri. Kemi dhe kështu minutazhe. Okej, ja po i bie shkurt. Pra, pas përpjekjes së tyre për ta mbyllur, për të mbyllur sistemin, me listat e mbyllura, me listat Boston University, zoj, më thoshin që në qoftë se ato 30 minuta, nuk i thua për 3 minuta. Po pra për 3 minuta po të them. Po 3 minuta kemi 45 minuta zonjë. Po tani ma bëre pyetjen, për 45 minuta janë përgjigjur. Po jo se më thej që më lë se po. Po më lër pra tani. Më lër. E bëre pyetjen merr përgjigje. Në 11 maj, shqiptarët kanë një alternativë përtej Ramës dhe Berishës. Duhet kuptojnë që nëse Rama dhe Berisha bëjnë shumicën dhe bashkohen bashk, vendimi i parë që do marrin është pengimi i reformës në drejtësi dhe shkrirja e SPAK-ut. Garancia e vetme që kjo nuk do të ndodhi është të votojnë kandidatët në listë të hapur të koalicionit Euroatlantik, duke filluar që nga Taulanta Jupi. Jo, nuk është fjalim. Më ke thirrur të them në 12 maj ndodh që nëse qytetarët gjatë këtij muaji e kuptojnë rrezikun e dyshës Rama Berisha, votojnë masivisht për alternativën e tyre koalicioni Euroatlantik. Ajo që ndodh është minimalisht. Po PD-ja është e humbur, pse kemi shikon ti, më fal, po humb PD-ja se Sali Berisha nuk është futur në këto zgjedhje për të fituar. Është futur për t'i dhënë mandatin e katërt të Tiranës. Po përgjigju pyetësinë e pyetjes. Çfarë ndodh? Minimalisht flukset opozitare e nxjerrin dhe i heqin primatin e opozitës Sali Berishës dhe përpiqen për të ngritur një qeveri sipas përfaqësimit në vot. Minimalisht. Më zuri makina, se kuptova fare. Jo, ta thash unë kam ilaç. 12 maj çfarë ndodh? E dyta, po s'jeni mjekë, ky është problemi. E dyta, e gjithë këto flukse opozitare në raport me nëse sigurisht akte do t'ju puqen me ato që thonë që janë në krah të reformës në drejtësi e ndërtimit të shtetit së drejtës, duhet të provokojnë menjëherë zgjedhje të parakoshme. Të bëhen të gjithë bashkë pa Ramën e pa Berishën dhe të provokojnë zgjedhje të parakoshme. Prapë se kuptohet, do ta kuptosh në 12 maj. Në 12 maj nuk fiton PS-ja, nuk thash fiton PS-ja. Po më shpjegoj pra se PS-ja. Thash, nëse qytetarët e kuptojnë. Po jo, këtë muaj dhe nuk e votojnë as Ramën as Berishën, po votojnë së pari koalicionin Euroatlantik ose çdo grupim tjetër opozitar, i japin mundësi rikonfigurimi skenës politike në Shqipëri. Unë prisja që ju thoshe që të reformohet opozita në 12 maj, po ju thatë që do ketë zgjedhje parakoshme në 13 maj. Se kështu thatë? Jo, nuk thash. Kështu do ta lexosh ti, ta interpretosh ti. Unë përgjigjen time e dhash, kthej, ta dëgjosh edhe një herë. Jo, ju jeni aktore, por nuk jeni gazetare, zonjë. Jo, unë nuk kam marrë si aktore. Unë aktoren e bëj në skenë, po duash ti dhe e bëj shumë mirë. Cili ka qenë roli më i rëndësishëm? Shumë kam qenë. Ai varet, më i rëndësishmi dhe më ai që më pëlqen më shumë janë dy të ndryshëm. Ai që më pëlqen më shumë është roli që unë kam luajtur në monodramën Malkoni, që është një monodramë e shkruar nga unë dhe i dedikohet grave dhe vajzave që kanë vuajtur ose janë përballur me kancerin e gjirit. Është një rol shumë dimensional. Që i ka pëlqyer publikut është roli i Poncians te shtëpia e Bernarda Albës me regji të Kiço Londos, cilin gjej mundësinë ta përshëndesim, me cilën unë kam fituar edhe çmimin e aktoreja e vitit në vitin 2012. Një aktore në politik. Ike shumë bukur nga një aktore në politik mua më kujton atë të Reaganit. Që? Ai ishte aktor në politik, ai ka shumë shprehje, po shpreha më e bukur atë unë në fakt thoshe tani po luaj role kur bëra president. Unë se kam provuar ende të jem deputete, kështu që kur të jem deputete unë besoj që do bëj 10 fishin e kësaj që kam bërë, po pa se në këtë intervistë ke aktruar në disa momente. Ti e di shumë mirë që unë politikën nuk e bëj me aktrim. Sepse aktrimi është një gjë që ti kur e ke si dhun ti nuk e bën dot në jetë. Ke një gjë personale me Sali Berishën? Asgjë. Po pse e ke kështu kaq kështu? Po se kam me Sali Berishën individun, thash, as me Edi Ramën si individ. Unë e kam me atë që në 34 vite këta njerëz e kanë bërë Shqipërinë që sot kur ne flasim bashk, statistikat e të rinjve që largohen janë në shifra alarmante. Zonjë, 30 sekonda deri 1 minutë. Pse duhet votojnë ty? Një mesazh për zgjedhësit tuaj. Të dashur qytetar,
Në datën 11 maj, unë juftoj të votoni numrin 4, koalicionin Euroatlantik. Juftoj të votoni Taulant Ajupin, sepse Taulant Ajupi do t'jetë një zë, jo vetëm për ju, por të gjithë ata qytetarë që do të kenë një shqetësim në 4 vitet e ardhshme. Sa herë që ju t'ju dhëm diçka, zëri im do të ngrihet në parlament. Sa herë që ju të keni një hall, zëri im do të ngrihet në parlament. Sa herë që ju të kërkoni, të komunikoni me Taulant Ajupin, ajo do të jetë një deputete që numrin e telefonit nuk do ta ndryshoj kurrë, e padyshim do të jemi deputete që nuk i fike telefoni, se rastësisht këtyre deputetëve tanë sot ju fike telefoni. Votoni Taulant Ajupin si një alternativë, si një profesioniste dhe një njeri që është i pa korruptuar. Shqipëria mund të bëhet, mjafton të dini të zgjidhni përfaqësuesit tuaj. A të ka thënë një gazetar në studio në intervistë që unë duaj që ti jesh deputete? Ti e i pari? I pari dhe vetëmi. Jo, ma kështu në publikisht, live, kuptot qa publikisht se kaq. Zonja Ajupi, unë të falenderoj për intervistën. Ishte një artok, nuk ishte i lehtë. Nuk e di tani çfarë do thonë ata të familjes tënde, thonë bo, do të thënë çfarë pyetës vështira. Ata kanë besim shumë tek mua, nuk e kanë fare problem intervistat e mia, kështu që. Unë të falenderoj shumë dhe të uroj suksese në 11 maj.